Bën përshtypje se foli zotëria dhe ashtu si thot zotëria ka ndodhur faktikisht. Po. Po e dija se s'ka arkon studio. Jo, absolutisht po, e vuneri që tha diçka. E banen ato për ta bërë këtë, me fjalë qytetari kërkun, me fjalë ato e bën. Po kështu ka qenë gjithmona, vash na theti tani. Di sekond. 36 vjet. Në këtë rast ishte fshatari në këtë rast. 36 vjet që ata gjithmonë. Ato, unë edhe ky, që kemi 36 vjet politik, që shahemi, coptohemi, po pastaj e ndajmë ashtu si çdo njeri. Arbis, pa atë e bëri reformën e bëri Rama. Reforma e Ramën mos e ka. Bëri Rama më vetë me karton. Reforma ka filluar, është bërë një anshme, ka bërë. Është bëri Rama vetë vëlla, e bëri kryeministri. Eduard, më lutem se nuk të lan këta. E bëri mirë apo e bëri keq? Kur ishte më mirë? Ishte më mirë më parë apo ishte më mirë tani? Demokratike nuk mori pjesë në fakt. Të lutem, agron, të lutem. Po lëre pak Eduardin që ti vëri pikën. Ore, këti vendi mund bëjnë patriotat më va, këto problemi më. Kishte nevojë të rregullohesh në disa gjëra, kishte nevojë. Në gjykimin ton. Pra, të shikoj marrëdhënia e pushtetit qendror me atë vendor. Po kur ishte më mirë? Ju lutem edhe një, pra, është pyetje shkurtë kur ishte më mirë. Pra, kishte nevojë të rregullohej. Asnjëherë s'ka qenë mirë. Kishte nevojë të rregullohej. Lesh ka qenë gjithmonë. Meqenëse kishte nevojë të rregullohej dhe dobësia ishte kjo, që pushteti qendror në atë kohë ishte më vete dhe i faturonte të pabërat pushtetit vendor të vogël ashtu siç ishte, madje shpesh thoshin që janë shumë njësi vendore që kanë falimentuar për 1, 2 ose 5 arsye. Pra nuk arritën dot që të koordinojnë marrëdhënien midis pushtetit vendor dhe pushtetit qendror. Dhe kjo ishte thëmra që duhet të rregullohej diçka. Por a u bë mirë? Natyrisht jo. Në fakt, përfaqësim më fal Fajk, përfaqësim më të mirë, pushtet më përfaqësues, pavarësisht se nuk ishte në pikpamjen e ekonomisë së shkallës së qëndrueshme ka qenë reforma nga 92 deri në 2015. Nuk ishte ai fragmentarizimi, ishte hallka më e dobët për hir të së vërtetës, por pushtet kishte më afër përfaqësim. Mund ta sqarojmë edhe këtë. Më afër njësi të vogla, funksiononin më mirë në ndihmë të qytetarëve, por e vërteta është që ekonominë dhe zhvillimin konkluzioni, edhe për të fajin. Shiko, kanë veritin në herën ato vite? Po, unë kam